kemi shpartalluar bandat kriminale paraushtarake që shërbenin si struktura paralele ilegale të Serbisë në veri të vendit tonë. Të dashur qytetar, me vendosmëri, angazhim, përkushtim e sakrificë në qeverisin tonë, edhe në këto ditë të mandatit të tretë, kemi shpartalluar bandat kriminale paraushtarake që shërbenin si struktura paralele ilegale të Serbisë në veri të vendit tonë, Republikës së Kosovës. Kemi shtrirë sovranitetin dhe kemi vendosur rende ligj përkundër skepticizmave e mosbesimit. Fatkeqësisht fqinji ynë verior nuk është tërhequr nga përpjekjet destabilizuese, por fatmirësisht prania vigjilente e shtetit në çdo cep të Republikës po sjell rezultate në betejën ndaj çrënjosjes së të gjitha celulave terroriste dhe të armatimeve të tyre. Në këtë kontekst, përshëndesim aksionet e institucioneve tona përkatëse të sigurisë, të cilët gjetën dhe konfiskuan sasi të konsiderueshme armatime e municioni në lokacione të ndryshme në veri të Republikës. Gjithashtu, mirëpresim arrestimin e Stefan Radulović, i lidhur me sulmin terrorist paramilitar në Banjës të Zveçanit në shtator të vitit 2023, që kishte për qëllim aneksimin e veriut vendit tonë dhe ku u vra rreshteri i policisë së Kosovës, heroi Afrim Bunjaku. Ky është një hap përpara, drejtësia bëhet e plot vetëm kur bashkëpunëtori i Radulović, kryeterroristi Milan Radojčić dhe grupi i tij në tërësi vihen para drejtësisë në Republikën e Kosovës, ku do të kenë gjykim të drejtë e ferm. Se luftimi i krimit organizuar është i pakompromis dhe shtrihet anë kënd, dëshmojnë edhe aksionet e suksesshme antidrogë në Pejë dhe ato antibigjoz në disa qytete të vendit tonë.